Islami që për bazë dhe synim ka paqen, ka bën një trajtim interesant tek çështja e luftës. Allahu xhalla wala ka dashur të na tregojë që ne me misionin që kemi, me detyrën e ngarkuar prej tij, duhet që njerëzit të thrasim në fe. Dhe ajo që na duhet është paqja. Ndërsa luftrat nuk janë parimore, ato janë gjëra që i imponohen realitetit. Thot Allahu xhallahu ala: "Udhina lilladhina yuqatiluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir." Allahu xhallahu ala atyre të cilëve ju është bërë padrejtësi, ju ka dhënë leje që të luftojnë. Allahu xhallahu ala ju ka dhënë leje të luftojnë atyre që ju është bërë padrejtësi. Pra është e kurzuar, është e lidhur. Lufta nuk është bazë, lufta nuk është synim. Ajo vjen në momentin kur muslimanët ose shoqëria muslimane është cënuar nga të tjerët. Ju është bërë padrejtësi, madje siç vazhdon në ajet: "Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq", ata që janë nxjerr dhunshëm nga shtëpitë e tyre. Pra, muslimanëve u është lejuar lufta në qytetërimin islam, lufta është lejuar për shkak se ju është bërë padrejtësi, janë nxjerr me dhunë prej shtëpive të tyre, janë luftuar në shtëpitë e tyre, janë luftuar në vendin e tyre. Pra, ajo që është e rëndësishme këtu se mësim të nënvizohet, është që në islam lufta nuk është parsore, nuk është ajo që fillohet me të. Lufta është për të mbrojtur. Madje edhe në rastet siç do të përmendem me lenin Allah te bareke ve taala pak më vonë, Islami ka kërkuar prej nesh që lufta të ketë qëllime, lufta në asnjë moment të mos e mbërthej muslimanin deri në atë masë që ta zhvesh nga ajo që është vetëm mjet ka kurzuar ose ka kërkuar prej nesh, wala ta'tadu, dhe mos kaloni kufijet, mos kaloni nga ajo që është normale, nga ajo që është parimore, nga ajo që është e kufizuar, ajo që është brenda kornizave të luftës, për arsye se jo do të kaloni në një gjendje që nuk e përfaqësoni idenë islame, nuk i përfaqësoni botkuptimet islame, nuk e përfaqësoni islamin e vërtet. Po kështu Allahu xhallahu ala në një ajet tjetër kuranor na ka treguar për këtë element, pra për këtë kurzim që muslimanët nuk e kanë luftën prioritet, e kanë paqen, e kanë shpëtimin e njerëzve. Ka thënë: "Waqatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan." Dhe luftojini idhujtarët tërësisht, ashtu siç ju luftojnë tërësisht. Pra shkaku pse ka ndodhur kjo është për shkak se janë luftuar muslimanët. Jo se këta e kanë filluar luftën të parët.